orët e para të mëngjesit. Më pyete për tifozerit nëse janë vetëm shtetat shqiptar, por në fakt më duhet të them jo vetëm shqiptar të Shqipërisë dhe të Kosovës që tashmë janë të pandashëm në gjitha ndeshjet që los Shqipëria, por më duhet të them që kanë ardhur shqiptar nga Amerika, nga Kanadaja, që në fakt i kemi intervistuar fëmijë të vegjël që ishin për herë të parë në Shqipëri dhe pikërisht për të ndjekur kombëtaren dhe për të ndjekur vendin e tyre Shqipërinë. Ajo që në fakt më dua ta theksoj janë të gjitha ata shtetas të huaj që prej disa kohësh jetojnë në Shqipëri dhe kemi parë shtetas nga Nigeria, kemi parë shtetas nga Bangladeshit, të cilët ishin të veshur me fanellën kuqezi, një atmosferë dhe një pamje fantastike në fakt për të parë, për ne që jemi të Shqipërisë, nuk kanë munguar dhe flamujt gjatë gjithë kohës dhe thirrjet, shumë prej tyre, ndoshta edhe pse në pak kohë që jetojnë në vendin tonë, kanë arritur të mësojnë baza dhe sigurisht Shqipëria është zemra jonë, ishte një ndër thirrjet kryesore të tyre dhe që pa diskutim ka qenë në fakt një atmosferë akoma dhe më bukur kur dëgjoheshe nga këta shtetas që nuk janë shqiptar dhe për herë të parë, në fakt Shqipëria është mikpritëse ndaj të huajve, por ishte tjetër atmosferë dhe tjetër emocion të shikoje të gjithë së bashku ka për qafe dhe duke thirrur dhe duke brohoritur për skuadrën e tyre të zemrës për vendin e tyre. Unë po i drejtohem në fakt asaj që tashmë njihet si fanzona e ngritur nga tifozët pranë kullave bynjake, ku në fakt tifozët qëndrojnë për gjatë gjithë kohës për të ndjekur ndeshjen, ata që nuk kanë arritur të sigurojnë bileta dhe kanë qenë të shumtë në fakt në numër të gjithë ata që fatkeqësisht nuk do kenë mundësi ta ndjekin ndeshjen nga stadiumi, por unë ju siguroj që është një atmosferë akoma dhe më bukur pranë tifozëve, të cilët i mund të përjetojnë të gjitha emocionet e tyre, qoftë ato negative, qoftë ato pozitive, që urojmë të kemi sa më shumë emocione pozitive në këtë ndeshje dhe me një fitore pa diskutim për ekipin ton të zemrës. Ka qenë tifozat kuqezian gjithmonë të zjarrt se takon ndeshjeve për Shqipërinë, por kur janë ndeshjet midis Shqipërisë dhe Serbisë është një atmosferë tjetër dhe është një emocion tjetër ku kushdo që kalon i madh dhe i vogël pa dallim moshe bëhet pjesë dhe brohorit dhe thret Shqipëria zemra jonë. Ju mund ta shikoni ndonë se tashmë shumica e tifozëve janë futur në stadium, por nuk mungojnë ata tifozët që po i drejtohen ju ndjes. Theksoj edhe një herë, ju kërkojmë edhe një herë ndjes për gjitha këto thirrje. Në fakt duhet thënë që nëse duam të tregojmë edukatën tonë, nuk është as pak kjo mënyra e duhur, dhe nëse duam të surprizojmë ekipet e tjera, sidomos atë kundërshtar që ne kemi sot, duhet jemi pikërisht të tregojmë kulturën, edukatën tonë, traditat tona, mikpritjen tonë, për t'i dhënë përshtypje dhe për të kuptuar se kush është në këtë ndeshje, kush janë ata të edukuar dhe të kulturuarit. Hortenca, megjithatë nuk është një thirrje në fakt që është bërë rutinë po. Jo, përfundoj e kuptoj që është pak e vështirë për gjithë gazetarët të cilët janë në terren, duke qenë se thirrjet bëhen edhe me zë të lartë, pavarësisht që edhe ne nëpërmjet televizionit ton bëjmë thirrje që të jenë të kujdesshëm, bashkangjitur dhe mesazheve që dha kolegja Hortenca Budlla që kemi mundësi që regjia të na ndihmojë her pas here kur ka situata të tilla, të tregojmë dhe të kujdesshëm, besoj edhe mikrofonin që mos transmetoj mesazhe të gabuara, duke qenë se jemi edhe live dhe pikërisht ky është mesazhi që nuk duhet të përcillet as në media. E kuptoj egzaltimin e tifozëve, por nuk është kjo mënyra e duhur. Ripërsërisim edhe një herë, të festojmë, të kënaqemi, të bëjmë festë dhe megjithatë të gëzojmë pranë kombëtares, t'i japim zemër dhe mënyra e duhur është duke bërë tifozlik dhe jo duke sharë palën kundërshtare. Pa mundur, gjithsesi që të ketë reagime tilla në... Pavarësisht ne do të tregojmë kulturën tonë, pa ta meritojmë me të mbretërin. Është pa mundur që mos të ketë reagime tilla, ne jemi në televizion dhe duhet themi që ne duhet japim shembullin ton të mirëpritjes, duhet ndryshojmë historinë se si ishte përballja e fundit midis Shqipërisë dhe Serbisë, por që është e pamundur të mos ketë reagime. Unë mendoj se në fund të fundit e rëndësishme është që mos kemi incidente të përmaksave madhore, por që këto mendoja normale në situatën që jemi. Unë e kuptoj pjesën e tifozëve, cilët ndonjëherë përfshihen më shumë emocionalisht, por e rikujtojmë edhe një herë
ata që nuk është kjo mënyra e duhur. Do shkojmë edhe 2 minuta te kolegu përpara sepse ai të futet në stadium, sepse besoj të pastaj do të jetë e vështirë çështja e valve dhe më pas do vazhdojmë të bisedojmë dhe të analizojmë gjitha ato të cilat jemi duke parë. Enrico, rikthehemi sërish së bashku. Pak minuta përpara se Enrico po ashtu të futet brenda stadiumit. Çfarë të reja kemi?